Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, tani do të ndalojmë pak tek ferma VIP 2. Po takoheni me mua Tirona Lilin, si zakonisht në kanalin Monitor TV, do të komentojmë disa ngjarje që në fakt kanë tronditur këtë shtëpi. Siç duket, banorët nuk mund të përmbahen më, po përdorin gjuhën më denigruese të mundshme, por edhe fjalë që një spektakël I këtill, duke e vënë gjithmonë në dukje moderatorja Luana Vjollca që nuk do të ketë më toleranca në qoftë se ju si fermer, si banor, por njëkohësisht edhe si personazhe publik nuk respektoni qëndrimin në këtë fermë dhe nuk respektoni ligjet të cilat Agaj u ka shpjeguar që në ditën e parë kur jeni bërë pjesë e kësaj ferme, do të ndesheni me debate, do të ndesheni me vërejtje shumë të rënda nga Agai I Madh. Dhe kështu që ndodhi ditën e djeshme, një situatë e pakëndshme ka ndodhur brenda në fermë, siç duket banorët nuk mund të përballojnë strategjinë dhe formën se si Alba ka përzgjedhur të vinë në fermë dhe sillen në mënyra të tmerrshme. Spektakli shumë komentuar, ferma VIP 2 po hyn në një fazë gjithnjë më të ndërlikuar, ku strategjit po dalin në sipërfaqe, karakteret po vjen në provë dhe durimi I banorëve po arrin kufijtë e tij. Në një kohë kur publiku është më I ndjeshëm se kur ndaj sjelljeve dhe ndërveprimeve brenda fermës, çdo veprim, çdo fjalë dhe çdo nënqeshje e fshehur bëhet titull, lajmi dhe burim debati në rrjetet sociale. Në qendër të vëmendjes është padyshim Alba, një prej banorëve më të përfolura të këtij sezoni, me një qetësi të çuditshme dhe shpesh herë provokuese për të tjerët. Alba është bërë simbol I rezistencës pa zë, I qëndrimit të palëkundur dhe në mes të dallgëve të zhurmshme të debateve të natës. Ndryshe nga shumë të tjerë që zgjedhin të shpërthejnë, të reagojnë me zë të lartë apo të formojnë aleanca për të mbijetuar, Alba ka ndërtuar një strategji të heshtur por të fortë, duke I vendosur të gjithë në siklet me vetë kontrollin të saj. Një nga kulmet emocionale të ditëve të fundit ishte përplasja me Big Mamën, një tjetër banore me karakter të fortë dhe zë të fuqishëm. Mes tyre pati momente të tensionuara, ku përplasën jo vetëm fjalët, por edhe konceptet mbi respektin, dinjitetin dhe bashkëjetesën. Megjithatë, ajo që befasoi ndjekësit ishte qëndrimi I Albës, e cila kërkoi një përqafim shpirtëror nga Big Mama, si një formë reflektimi dhe shenjë se ajo nuk mban inat, por kërkon mirëkuptim. Kjo gestikulat, sa e papritur, aq edhe prekse, nuk u mirëprit nga të gjithë banorët. Shumë e panë si një tjetër manovër të heshtur për të ruajtur pozicionin e saj në shtëpi. Brenda fermës është krijuar tashmë një ndarje e qartë. Ata që I druen Albës dhe ata që nuk e kuptojnë dot atë. Të shumt janë ata që e shohin si një figurë të vështirë për t'u lexuar dhe për t'u afruar, e cila me heshtjen e saj shkakton më shumë tension se sa fjalë. Ajo është bërë një lloj enigme emocionale brenda shtëpisë që përçan mendimet dhe teston kufitë e tolerancës së të tjerëve. Pu të qifsha ropt. Fjalët e Ronit që tronditën rrjetin. Ju kërkoj shumë djes, më duhet ta them me gjithë gojë këtë fjalë, sepse kështu ka qenë, domethënë natën e mbrëmshme, Roni, pas debatit që pati me Albën në dhomën e kuzhinës, konkretisht në kuzhinë, pasi që doli nga kuzhina, te dera jashtme, Roni përdori po këtë fjalën të cilën e përdora unë tani. Dhe në një moment tensioni në kuzhinë, ku debatet me zë të ullët po ndisnin nervat e fermerëve, Roni humbi kontrollin, teksa po largohej nga hapësira e përbashkët me Albën, ai u dëgjua duke përshpëritur një fjali që tronditi publikun, domethënë pështyn në kuptimin ja bën kështu, të qifsha ropt. Një frazë fyese e cila edhe pse e thënë me zë të ullët, u kap nga mikrofonat edhe nuk kaloi pa u vënë re nga sytë e mprehtë të fansave të spektaklit. Menjëherë, rrjetet sociale u mbushën me reagime. Klipi I momentit u bë viral dhe komentet shkuan nga kritika më të ashpra ndaj Ronit deri te kërkesat drejt për drejta që produksioni dhe Agai të ndërhyjnë
pa vonesë për këtë sjellje të papranueshme. Të gjithë syt janë nga spektakli i së premtes. Publiku kërkon drejtësi dhe vendimmarrje të qartë dhe sipas burimeve të mbrëmshme, produksioni është në diskutime serioze për të marrë një vendim serioz në këtë rast. Disiplinor ndaj Ronit. A do të jetë ky një paralajmërim i fortë, një penalizim i përkohshëm apo siç po flitet në portale, largimi menjëhershëm nga ferma VIP 2? Të tjerët mendojnë se ndoshta do t'i jepet një mundësi për të kërkuar falje publike dhe për të reflektuar, por duke parë rritjen e ndjeshmërisë ndaj fyerjeve dhe gjuhës së urrëties në ekran. Kjo mund të mos të mjafton. Ferma VIP 2 është kthyer në një eksperiment social të vërtet, ku përplasja e karaktereve, presioni i izolimit dhe synimi për të qëndruar sa më gjatë po krijon situata të ngarkuara emocionalisht dhe shumë të ndjeshme. Alba është kthyer në pikën më të fortë të debatit, e urryer nga disa dhe admiruar nga të tjerë, por gjithsesi një figurë që nuk lë askënd indiferent, ndërsa Roni për fajin e tij në ferm do të varet nga vendimi i produksionit dhe reagimi i publikut. Një gjë është e sigurt, në këtë edicion heshtja, fjalët dhe syt flasin më shumë se sa zëri i lartë. Do me thënë, pritet që Agai të merë një vendim të prerë, duke e ditur që ferma VIP shpesh herë ka patur vendime të rënda, vendime të paimagjinueshme për këta fermer, por pritet që Agai të merë vendim shumë të rëndë në raport me Ronin dhe fjalës të poshtër dhe të rëndë që Roni ka përdorur drejt Albës, por në këtë rast drejt familjes së Albës, sepse ai ka sharë familjen e Albës dhe unë mendoj që këto fenomene nuk duhet në asnjë mënyrë të tolerohen as në ferm dhe as në Big Brother. Personazhet VIP janë personazhe të cilët duhet të jenë shembull për publikun dhe për rinin dhe jo të bëjnë denigrime të këtilla që realisht është turp të dëgjojmë. Unë besoj shumë tek Agai dhe besoj në formën se si Luana e trajton këtë ngjarje dhe jam shumë i bindur që Luana të premten do të vi me një super komunikat drejt Ronit, por njëkohësisht edhe të gjithë fermerëve të tjerë që po thyen në rregulla dhe po përdorin gjuhë denigruese që nuk duhet përdorur në formate ku transmetimi i tyre është 24/7 dhe ndiqet edhe nga fëmijët.